Këshilli i lartë i prokurorisë mbledhet sot në orën 9 për të zgjedhur kreun e ri të SPAK. Drejtuesi aktual Altin Dumani i mbaron mandati 3 vjeçar ditë më pas në garë. Janë Klodian Brau, Doloreza Musabelliu, Adnan Xholi dhe Elvin Gokaj. Të katërt do të paraqesin para anëtarëve të KLP-s platformat e tyre për drejtimin e SPAK dhe më pas do të votohet për emrin që do ta drejtojë. Dje, zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, zëvendës drejtori për çështjet e Evropës Perëndimore Qendrore, vizitoi ambientet e prokurorisë posaçme, duke vlerësuar punën e Dumanit dhe luftën ndaj korrupsionit që pengon investimet amerikane. Lin DB Voice ta se shpreson që pasardhësi i tij të vijojë po me të njëjtat standarde në bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Delegacioni i Bashkimit Evropian dhe Ambasada e Britanisë bën thirrje për një proces të drejtë dhe transparent. Sot në Kuvend bëhet seansa maratone e miratimit të buxhetit të vitit 2026. Opozita do të shkojë përgatitur për debat me rreth 60 amendamente për të ndryshuar projekt buxhetin të rrëzuar më herët nga shumica në Komisionin e Ekonomisë. Pikë nxehtë në rendin e ditës është edhe zgjedhja e avokatit të popullit, por po ashtu në rendite janë edhe interpelancat me ministrin Blendi Gonxha dhe një interpelancë me kryeministrin Rama. SPAK goditi disa grupe kriminale që dyshohet se kanë trafikuar drogë në miliona euro drejt Turqisë, Holandës dhe Gjermanisë. Në 3 episode, ku autoritetet e huaja sekuestruan 2 ton marijuan dhe 475 kg kokainë. 10 mastra janë ekzekutuar, mes të cilave arrestimi i djalit dhe 2 kushërinjve të ish deputetit socialist Rahman Raja. Financues dhe organizator dyshohet të jetë Islam Sefa, aktualisht në Burg. Vllai i tij drejtonte kultivimin e drogës në Kruj, zonë ku janë të njohur për probleme me ligjin anëtarët e fisit Raja. Në 100 vjetorin e krijimit të urdhrit të Skënderbeut, presidenti Begaj dekoron 22 personalitetet fushave të ndryshme dhe me kontribut të çmuar për shtetin shqiptar. Dekorohet me yllin e madh të urdhrit suprem të Shqipërisë ish presidenti Alfred Mojsiu. Nga ana e tij kryeministri Rama u dorëzoi familjarëve të Artan Lames dhe të Filip Rumbullakut, 2 studiuesve të ndjerë, medaljen e 100 vjetorit të urdhrit të Skënderbeut. Koha për të investuar në Shqipëri është tani, tha kryeministri Edi Rama sipërmarrës vetuari në Forumin Ekonomik në Tiranë. Energjia e gjelbër, infrastruktura, turizmi si dhe teknologjia e inovacioni ishin fushat kryesore ku kryeministri Rama orientoi sipërmarrësit e huaj. Gjatë vitit 2024, investimet e huaja arritën rekordin e 1.58 miliard eurove. Forcat amerikane sekuestruan një anije cister nafte në brigjet e Venezuelës duke shënuar një përshkallëzim në fushatën e presionit të Washingtonit kundër këtij vendi. Donald Trump, presidenti amerikan, tha se anija cistern është më e madhe e sekuestruar ndonjëherë. Administrata amerikane akuzon Venezuelën për futjen e narkotikëve në SBA dhe muajt e fundit ka intensifikuar përpjekjet e saj për të izoluar presidentin Maduro. Venezuela, vendi ku ndodhen disa nga rezervat më të mëdha të naftës në botë, nga ana tjetër ka akuzuar Washingtonin se po përpiqet që të vjedhë burimet e saj.